Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe kalojmë tek atë shë rikthehet atë shë. Erdi pra se na mungoj në pjesën e parë dhe ja. Më në fund, tani jam më e qetë. Fokus. Kafeja dhe zemra, studimi riqartëson sa filxhan mund të konsumohen çdo ditë. Ua, çfarë mrekullie. Më fal, Jona, se e lexova sikur s'kam pi kafe. Po tani ti e ke pirë apo jo? Po e pija, ndërkohë. Ne kemi dhe fakte sot. Ishte evidente. Po, dakor. Po s'ka bërë efektin akoma, se nuk bëhet efekti ashtu, do të kalojnë çik mbasi e pi. Pra ideja është që studimi i riqartëson, jo riqartëson. Po shumë e kuptuam ne Franci, ne që harrova unë që ti e ne që nuk e pim. inteligente. Pra këtë mos harro asnjëherë, dhe që nuk e pi edhe kafen, edhe fap e kapa. Po pra. Imagjino. E pra. Por kjo është një mrekulli, Franci, që ta dish ti. Vazhdoj unë tek e imja. Është një mrekulli sepse lexova, Franci, që 3 deri në 5 kafe në ditë janë super. E shef pra, a shef. Do të thënë, jo a shef ti, a shef Edi Rama, a shef, mëse ankohesh ti që shqiptarët rinë për kafe. Po shqiptarët rinë për një zemër të fortë, më rinë që t'jenë të shëndetshëm. Kafja është mirë qënje, moj. Me kafe është ndërtuar kjo Shqipëri. Bra, jo, si dale prit një. Pse? Të zuri entuziazmi kafes më duket edhe. Jo. Se the një fjali që si të them E ashtu, jo, se ashtu fare, Franci. Se që ta dish ti, me kafe, Franci, kjo parasysh që thuhet që hajde se do pim një kafe? Edhe? Edhe? Hajde në pije i kafe. E zëm, tani se s'po e kuptoj, nuk e kapi, prit. E zëm se do të fillosh një punë ti. Jo, më dhe pse të filloj punën, mirë jam unë këtu ku jam. Qa punën? Qëty Belan? E zëm se do të vesh në një punë tjetër, Franci. E zëm se, se nga goja së të gjengjë. Pra, bravo. Edhe të thonë që duhet japësh një kafe pronarit. Kafe! Pra! Kuptova, do me thënë ke një gjyq ti dhe ti jep një kafe gjyqtari. Bravo, e kape, Franci. E kapa. Do të bësh një veprim ti në hipotek? Pa. Fap? Kjo kafja. Dale se. Kjo kafja. Kafja hipotekës të lëpa gjumë. Kujdes ande nga hipoteka. Pikërisht, Franci. Dhe atë doja të thoja sot në fakt është pikërisht një zotri që ka një cop tok dhe do të ndaj me hipotek më vete, me një certifikat më vete njërën nga pjesët e tokës. E kupton? Që mund të ashesi, për shembull, mund të japi dikujt. Po. Shumë mirë. Shumë mirë. A të shkoj pra me një kafe në dorë aty të hipoteka dhe shkoj të bëj kërkesë. Kafe në dorë, që të vesh të bësh kërkesë dhe veprime tek hipoteka, Franci, duhet të kesh një kafe. Kafe! Pra! E kuptoj, e di që më kujtove tani, më kujtove francezët, se francezët, filxhanit, i thonë tas. Kështu që edhe këtë shkoj me një tas në dorë. Sot kemi ardhur në Korçë dhe ndodhemi pikërisht në Boboshtic. Një telefonat e cila ka mbërritur në redaksin ton nga zoti Mjallaq Bitri, i cili ankohet që nuk po gjen drejtësi dhe nuk po zgjidh dot problemin me sipërfaqen e pronës së tij, e cila është një sipërfaqe prej 3300 metra, kufiri fillon tek cepi i murit atje, murit të Kalas, dhe vazhdojmë pra 3300 metrë sipërfaqe pronë dhe maron shumë larg në cepin tjetër. Zotëria sigurisht ka rreth gati një vit që kërkon ta zhvilloj këtë pronë ose ta shesi, me sa kam kuptuar, dhe punë për të, është prona e tij, e di ai se çfarë bën, dhe nuk ka arritur dot ta bëj të mundur këtë në hipotekë sepse i thonë nuk mund ta ndash pronën. Në fakt, prona është e shenjtë dhe i përket pronarit ta përcaktoj këtë. Pra të dashur shikues, është një zotëri i cili ka një tokë. Saktësisht janë 3300 metra katror. Sa moj? Që bëga i kompleks me kulla aty, Jona? Jo, se është në Korçë. E me mirë në Korçë, pse
Korça nuk e ha betonin, no? Tani vllai që ka i shkret, Franci, do që ta ndaj, ky është qëllimi i tij. Pastaj më vonë se çfarë mund të bëhet aty, le ta marrin dhe të bëjnë dhe kulla më vonë, s'ka problem. Po dale pritë njerët, se hipoteka i thot ke problem me këta, me kufitarët. Po, problemi është, Franci, që ai ka të gjitha dokumentat në rregull dhe nuk ka as konflikte. Dale njerë ta dëgjojmë Hallexhiu si na e shpjegon. Kjo është prona juaj? Kjo është prona ime dhe kisha dëshirë ta zhvillonja vendin këtu të bënja një ndërtesë lokal. U mora me dokumentat me këto e kalova pronën nga tokë që ishte të kalova në truall dhe bëra certifikat të rregullt. Atëre, ke 3300 metra. 3300 metra. Nga këto 3300 metra sa objekt ndërtove? 270 metra katrore. Me lej ndërtim, me lej shfryzimi, me të gjitha. Pra gati 3000 metra të tjerë janë hapësirë. Janë hapësirë. Pra në një farë mënyrë si ta themi e ke ndarë në dysh këtë pronë. Po, tash unë këtë e kam kaluar në 2007 në tokë truall dhe kam fillova të ndërtoj në 2008-2009 ndërtesën. Dhe zhvillova këtë me lej ndërtimi sipas ligjeve me të gjitha detyrimet. E hipotekova, e mbarova ndërtesën, e hipotekova e bëra, zora dhe licenjit tapja, po unë së mura në atë kohë dhe s'munda ta vë në punë këtë. Ta zhvilloja. Ta shi kam 2 vjetë që kam menduar që u operova unë dhe nuk e bëj dot më këtë punë. Dhe të ta shes për të zhvilluar një person tjetër kusht të vita marë që ta zhvilloj. Pak rëndësika. Pak rëndësika. E odha në hipotekë, nëzora certifikat pronësie, të gjitha në rregull, tash mora topografe e kam bërë për të ndarë në 2 pjesë pronën, 2000 metra dhe 1300 metra. Dhe nuk ma ndajnë, më kanë sjellë probleme, kam një vitet sa që nuk ndajet prona, jo ke probleme, jo... Sa probleme është? Po asun se di vetë se këta... Ti vetëm një problem që mund ta kesh me vete. Me vete e ke sqaruar, këtë me familjen. Po e kam të sqaruar këtë, se kjo është sqaruar vetë-vetiu, është ndërtuar e bërë e rrethuar dhe s'kam problem fare. Qartë. Unë... Po çfarë thonë ata me këtë ke problemin? Po ata thonë nuk e ndajmë dot, nuk s'ma shpjegojnë të gjithë, thonë probleme me fqime, unë s'kufizoj me s'kam asnjë fqinj. Unë kufizoj me rrugë. Kështu që s'kam asnjë... Po nga mbrapa pronës çfarë ka? S'kam, atje është tokë shtet, pasaj fillon, është Mezhdë quhet tokë shtet. Pra nuk është se ke pronar. Jo, s'kam pronar. Nuk kufizosh fare. Jo, fare me pronar. S'kam problem me pronar. Po ja që s'pas ke probleme me pronar ti. Nuk kam probleme me pronar, ke probleme tokën që s'ma ndajnë në 2 pjesë, ja kjo është. A është e drejta pronarit të ndaj? Si s'është e drejta, unë e kam tokën time, do e ndaj, do e bëj, do e coptoj, se do e ndaj nëse kam fëmijë, kam ato, do t'i ndaj të gjitha, se ne tashi sa po vjen po plakemi. Kështu që do ndajmë pasurinë tashi se mos i lëmë njerëzit për shere, dhe pra të punë kërkoj ndihmë nga xhantat. Po kjo është bela, do me thënë kësa i thonë të qeshësh nga sikleti. I biri botës ka një pronë, do të ndaj për qefin e vetë. Jo, i thot hipoteka se ka konflikt. Pra, kjo nuk është se do të bëjnë një veprim. As ta shesi, as ta ndërtoj. Thjesht do të ndaj, por hipoteka? Jo. Ndërko, Mihallaqi ne na ka treguar dokumentacionin, që është krejt në rregull. A Franci, që më pika një kafe, kafe mirë, nga ato që të mbledhin zemrën. Tani ti do më thuash mua. A di ndonjë kafe të mirë aty në Korçë? Kam vendin e duhur. Më thuaj. Ngjitur me hipotekën. Është një kafe, o Jona. Qa kafe, ha? Po. Po tani ky Mihallaqi, Franci, i pi këto kafet. Mihallaqi shkret, o Jona, i është ngritur tensionin nga kjo punë e hipotekës edhe nuk e fut në gojë. Po tani, provoje mëre Mihallaqi, sepse kafja zgjidh probleme edhe më të mëdhaja sa thjesht ndarja e tokës. Pa tjetër. Kur themi për kafen, themi të ulesh, të pish, të qetësohesh, dhe mos na e marrin për një kafe tjetër. Jo, ja për shembull Bledi vajti i piu një 3 kafe aty ndërkohë që po priste tek hipoteka. Zoti Mihallaqi, kemi ardhur tek Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Rajonale e Korçës. Shkojmë pyesim mirë këtu, mos ndoshta na japin një seri. Po. Si mendon? Ku do ne? Patjetër. Këta do na sqarojnë vetëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Unë jam Bledi Naska,
Atëherë, unë kam nevojë të takojmë me ndonjë nga përfaqësuesit e kadastrës për shkak se kemi një problematik, një ankesë në redaksin tonë. Të lutem, ose na lërë që të shkojmë në përzyra ose në lajmëro dikënd. Të komunikoj dhe të kthej një përgjigje. Bravo. Po, televizioni MCN, faleminderit. Presim. Për sa i përket rastit, ne duhet të kryejmë një investigim të brendshëm administrativ. Do na bëni një kërkesë me shkrim për sa i takon, për sa të më thatë, sa më folët, sa më shpjeguat, dhe institucioni brenda fateve dhe kodit procedurës administrative do t'i përgjigjet në mënyrë zyrtare. Po mirë, të lutem se mirë. Më mirë kupto, ha? Sepse Unë nuk besoj se të qarova. Jo, absolutisht. Por unë dua që meqense unë jam personalisht këtu. Ne nuk është jemi gazetari e shkruar, jemi gazetari aktive dhe televizive. Këto nuk janë gjëra që mund të bëhen në moment. Të lutem, do bësh një kërkesë me shkrim, zotëria ose juve. A mund ta bëjmë bashkë aty, të lutem? Le ta bëj zotëria, ta dërgojë me postë dhe ne do ta hetojmë dhe do t'i kthejmë zyrtarisht një përgjigje duke u bazuar brenda afateve që parashkon ligji për të kthyer një përgjigje dhe të gjitha këto sa më tha do t'i parashtroj dhe ne do t'i kthejmë përgjigje zyrtare. Okej, kërkesën a mund ta bëj unë në emër të redaksisë? Duhet ta bëj vetë personi sepse është ai interesuari. Jo, interesuar jam unë se kërkoj informacion në lidhje me rastin, pastaj se si vazhdoni procedurën ju jeni tjetër gjë. Unë dua të sqaroj opinionin publik. Dakor. Se më jep një adresë. Adresa është drejtoria e agjencisë vendore të ASHK-s Korç. Me email. Me email. Me email. Në email t'i kemi gjithë zyrtar. Më mirë me shkrim që të kthejmë përgjigje zyrtare. Ka një farë mënyre të drejtë, sepse thot rasti duhet investiguar dhe kërkojmë pak kohë. Sigurisht ne nuk nxitojmë, do ta përpilojmë bashkë një kërkesë tashi, do ta bëjmë ne si redaksi për të kërkuar informacion dhe të sqarojmë opinionin publik. Ti nuk mërzitesh që ta bëjmë një kërkesë dhe të presim atë kohën, të konsumojnë atë kohën që e jep ligji dhe të marrim sqarim. Shumë faleminderit. Ne ndërkohë ti mos u mërzit se ne këtë punë kemi dhe këtu jemi. Nëse nuk kthejmë përgjigje do vim prapë, po shpresojmë që ta marrim një përgjigje. Shumë faleminderit. Dhe ti ta gëzosh pronën, pse jo? Patjetër. Halal kafja o Edi Rama, kafja do me thënë, halal qumshti nëse e ke pirë kur ke qenë i vogël, se ke bërë një shtet, jo dale t'ja them, do t'ja them, ka bërë një shtet, nuk di do me thënë, shteti perfekt. Shteti ka punën e vetë, hallet edhe hallet gjithë kanë punën e tyre. Nevojë më kollaj takoj Leon Messi, Donald Trumpin, se sa bledi me Mjallajqin hipotekën. Po i ka futur kontaktet njerëzore fare, vetëm në përmjet akshit. Do me thëmë në përmjet akshit, ja futakot. Në përmjet i dhe binjas. Pra, mo, vetëm aty mundet që të kontaktosh, po. Interesante, Po. Po tani ja bëm në ndonjë letër kështu, ja shkruajtëm? Në një kërkes, në një gjë... Problem shumë, Problem? na në Korç, po ishte qamet i madh për të gjetur letër. Mos Do me më thënë, thuaj. letra buzësh dhe letra higjienike kishte, ë? Kishte, ë? Po kështu A4 ishte qamet i madh, ma nuk po i gjenim. Po gjithsesi, ne si gjada, do me thënë, për krye bledin kësaj radhe, e i gjetëm letrën dhe e bëm kërkesën për në hipotekë. Që është e vërteta na u desh pak kohë që të përpilonim një kërkesë, një shkresë zyrtare për t'ju drejtuar në mënyrë institucionale, sikurse nëndrejtori na bëri kërkesë që të bënim një kërkesë zyrtare dhe sigurisht ne e hartuam, e rregulluam, e protokolluam me numërin 262 nga televizioni dhe tani nuk na ngelet gjë tjetër veç se ta dorëzojmë pranë institucionit dhe të marrim dhe një numër protokolli. Apo jo? Po. Shkruajmë. Shumë mirë. Kapetan. Kapetan, sikurse e tha nëndrejtori, unë e solla shkresën me numrin 262 protokoll nga zyra e televizionit, pra mua më nevojitet dhe një numër protokolli që ju e pranoni këtë shkresë. Unë do të bëj lidhjen që ti takohesh, pastaj në këtë pjesë unë nuk hyj, sepse Faleminderit. Rrofsh. më kupton. Respekte. Mirë. Thjesht. 10 minuta të komunikoj. Okej, faleminderit. Ta dorëzojmë. Më thanë në drejtori, duhen të ngjit lart në drejtoresha ta protokollojnë. Shumë faleminderit. Kjo është shkresa që ma shkruaj dhe mua numrin e protokollit këtu, pra këtë e ke brenda për institucion, kurse mua vetëm një numër protokolli aty, edhe faleminderit. Rrofsh.
Atëherë sa po na u dorëzua edhe shkresa apo kërkesa që ne bëm, kopje e saj më sakt, me numër protokolli 590 fraksion 2, e cila ma datën 16/7/2026. Dhe sigurisht, këto ka një afat shumë të shkurtër ligjor për të na kthyer një përgjigje. Le ta konsumojmë këtë afat të shkurtër ligjor dhe të dimë se çfarë do ndodh me pronën pasaj. Po. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për puntatën e sotme. Shifemi sërish nesër. Natën. Natën.